jam e martuar dhe shumë e mërzitur me këtë martesë, pasi burri nuk na jep rëndësi fare as mua dhe as fëmijës. Shkon në punë, me të mbaruar punën del me shokët e vet dhe kjo ndodh çdo ditë, madje dhe çdo të shtunë dhe të diel. Plus që jetojmë në një dhomë të vogël me aneks, ka marrë dhe vllajën e vet për të jetuar këtu tek ne, ndërkohë që ai punon dhe nuk del në vete, por rrin aty me ne. Po ndjehem shumë keq, më kanë humbur gjithë ndjenjat dhe nuk e di a jam gjyna nëse ndahem. Unë mendoj që në këto lloj situatash duhet me konsultu me prindrit e tuaj, edhe me bën një takim, një ulje për ta zgjidhur këtë lloj problemi. Sepse me të vërtet në këtë rast, qofse është kështu siç thuhet në pyetje, me të vërtet është situatë e vështirë për një femër që në një shtëpi kaq të vogël ka llandrisi veten e vet, po të ri gati edhe kunatit, po edhe burri që ka me leje të zakonshme gjatë gjithë vitit, kjo gjë nuk është normale. Pra, në situata të tilla, nëse pyetja është e saktë, i lejohet femrës të kërkojë divorcin, po nuk do ta sugjeroj që kjo të ishte e para gjë, të konsultohet me prindërit e saj. Të ulen njëherë burrat familjet me njëra tjetrën. Nëse nuk zgjidhen këto dy probleme, me fe dhe me Zot, asaj lejohet divorci.